Nuk ka përkraje veterani sot, kur farë përkraje s'ka. Ka met veterani me 204 euro, si ndihmë sociale, qa me bo. Te pasëm të regove që ka ardhë me prit djalin sot, apo? Me prit djalin, knaqësi e madhe, ka kalu mirë. Që sa ko është djalin gurbet? 2 muaj e gjysë. Po, ka shku të motra atje. E vajzën e pas që në gurbet? Keme atje të martume, po. Çfarë ndjesi është kam për ty me shku vajza jote jashtë vendit? Pa sigurimi i jetës më mirë. Më mirë, a je mërzik pak? Po normal, po qa me bo. E që sa vite është vajza në gurbet? Vajza që 4 vite. Që 4 vite? A të ka morë malli me po vajzën, a hi këtu? A ves djali ardhë sot? Ja, ves djali, ja, vajza atje është. A je kon me po vajzën? Jo, alo, shpresojmë tash ka më ardhë. Se ka pas një djallë, tash pritet edhe një vajzë, atëherë... Pas ka morë malli edhe për mesan, për nipin. Po, qëshjo. Apo nga të regon tash të batë, qyshe menagjove pak a shumë mërzin e vajzët që t'u largu 4 vjetë me shku jashtë vendit? Po duhet një me kaluë, qa me bo. E qka po menton ti për rinin që po tentojnë me dalë me punu jashtë vendit? Po me shku si vizit është mirë, për me lëshu vendin, nuk është e mirë. Nuk është e mirë me lëshu vendin, As pak nuk është e mirë. Apo menon që vendi unë po i plotëson krejt kushtet për me qëndru rinia këtë? Jo, nuk i plotëson, po vendi yti. Te a i kështë lëshu vendin nëse i kështë mujtë mu këthi prapë në rini? Kur? Kur se kështë lëshu? Kur? Apo nga të regon arsyen pësa? Pse unë jem veteran i luftës, edhe kom najtë në luftë këtu e krejt për këtë vend dhe do të vazhdoj kështu. Pa, a ja ka vlejt mundi veteranat të luftës për gjendjen që jena tash në Kosovë? Për gjendjen që jena, dhe në liri, po liria kryesore, për do semne tjera ato kuptohet që shësan. Nuk ka përkraje veterani sot, kur farë përkraje s'ka. Ka met veterani me 204 euro, si ndihmë sociale, qa me bo. Po mendoni që doni me pas një përkraje ma të madhe, jo që keni kontribua dhe normalisht që doni me pas çdo përkraje të mundshme? Këtë bot ka përkraje veterani, ja jo me 200 milion. Edhe pse si i knaqt me përkrajen që po ta ofron vendi jot, prap nuk je pishman që se kelon? Ja, nuk i lëshoj vendin hiq. Hisen shona? Hiq. Rregull, atëherë shpresojmë që djali jot ka kalu shumë mirë, edhe shpresojmë që edhe vajza ka me të ardhë prapë edhe me u çmall me vajzën. Faleminderit shumë.